Romana Vargje, 2 letra nga djalli, Gjorgji Sotir Moçka. Po lexoj 2 fjalë për këtë roman nga profesor doktor Bardosh Gaçe. Talenti spikatur i poetit Gjorgji Sotir Moçka shfaqet në botën poetike të romanit në Vargje 2 letra nga djalli, me një forcë emocionale të befasishme, duke e shpalosur në sytë e lexuesve fatin tragjik të njeriut shqiptar në kohët moderne, në kërkim të hapësirave të reja të jetës njerëzore. Ligjerimi poetik i poetit Gjorgji Sotir Moçkës na sjell në letërsinë tonë kombëtare një roman të përmasave të mëdha, brytur në një tharm poetik të ngritur mbi arkitekturën e poezisë popullore, e cila për nga kundrimi estetike modern nuk ka shoq. Ashtu si në poemat e botuara më parë nga ky autor, si në Flakët e Lirisë, Legjenda e Skënderbeut dhe romani në prozë i Burgosuri, edhe në këtë roman në Vargje, poeti Gjorgji Sotir Moçka dëshmon shpirtin e tij poetik si edhe njohjen universale të jetës njerëzore. Bardosh Gaçe, Vlorë, 20 tetor 2016. Dhe po lexoj kreun e parë. Një letër nga fshati, më erdhi një ditë. Qëtej, nga bregu i artë i diellit, brinjës së çikës, kurrin perëndit, ku gjumon kënga e përhapet qiellit. Letrën me ndjesi gëzimi e hapa, e nisa ta lexoj tepër i malluar, që në rreshtat e para befasu stepa, zemra më rrihte me ritëm të shpejtuar. Mësuesja ime, letrën më dërgonte, ajo zyshe dashur e klasës së parë, në çdo fjalë shpirti i saj rënkonte, e nuk pushonte e gjora, duke qarë. O, Zot, thash, kjo letër sapo më trondit, e gjitha që mbushur me dhimbje dhe mall, ka ca fytej brenda beti me stuhit dhe përplasëshin dallgët me qindra ball. Përmidis lotëve e këndova letrën, e ndjeva veten të mbushur plot trishtim, pikëllimi i madh, po ma sfiliste zemrën, si një zog i plagosur mbeti shpirti im. Zysha, ato qaste mu shfaq si e plakur, me shkopin e dorë anës detit shkonte, lotët si rubinët ndrisnin të përflakur, cigarja në buzë, tym bregu të lëshonte. Oh, sa dhimbje ndjeva për zyshën time, për atë grua që na falte ngrohtësi, ashtu papritur, u zhyta në mendime, kujtova shkollën, edhe atë me nostalgji. Atë kohë sa shumë dhimbje ndjeva, shikoja i shtangur, për rreth plot dëshpërim, hallin e zyshës, aq shpejt e përjetova, sa shpirti ashtu prerë mori shpejt vendim. Gjorgji Sotir Moçka.